Adhurues nga gjithë bota nderuan kujtimin e aktorit Paul Newman, i cili vdiq dje nga kanceri në moshën 83 vjeçare. Newman ishte një nga yjet më me ndikim të Hollywoodit modern. Ai ishte personifikimi i një njeriu të pëlqyer si në ekran ashtu edhe në jetën e përditshme. Paul Newman e filloi karrierën në teatr dhe televizion që në vitet 50 dhe u bë më pas një ndër yjet më të mëdha të filmit në botë. Për Paul Newmanin thonë se ai ishte njeriu me sy të kaltër më të famshëm në historinë e filmit. Megjithatë, Newman gjatë karrierës së tij nuk u mbështet kurrë tek pamja jashtme që kishte. Audienca e adhuronte atë. Paul Newman ka luajtur në më shumë se 60 filma, shumë prej të cilëve si Butch Cassidy and the Sundance Kid hyn në radhën e filmave klasik. Newman e filloi karrierën e tij në Broadway në fillim të viteve 50 dhe Hollywoodi e vuri re menjëherë talentin e tij. Megjithatë, filmi i tij i parë, The Silver Chalice, rrezikoi t'i afundoste karrierën. Ky film ishte aq i papëlqyer sa që Newman pagoi një faqe të tërë gazete ku kërkonte falje për të. Pa kaluar shumë kohë, kandidaturat për çmime Oscar filluan të vinin një pas një. Një nga këto kandidatura për filmin Cat on a Hot Tin Roof. I'm going with them all the way. The pool game is not over until Minnesota Fats says it's over. Is it over, Fats? Gjatë kësaj dekade, Paul Newman filloi disa marrëdhënie të cilat zgjatën gjatë gjithë jetës së tij. Një prej tyre ishte lidhja me aktoren Joan Woodward, me të cilën u martua në Las Vegas. Yes, ma'am. You're human, all right. Pastaj me Robert Redford, ku për herë të parë luajtën bashkë në filmin Butch Cassidy and the Sundance Kid. What's the matter with you? I can't swim! Why, are you crazy? The fall will probably kill you. Përshtatja e dy personazheve të tyre bëri që filmi të ishte një ndër më të shikuarit, sukses që u përsërit në filmin The Sting. Por kur Paul Newman ju bashkua aktorit të ri në atë kohë Tom Cruise, Newman fitoi çmimin Oscar për filmin The Color of Money. Hey, I'm back. Në jetën private, Newmanit i pëlqenin garat me makina sportive, atij i pëlqente të ndihmonte me para njerëzit në nevojë dhe të hapte kampe për fëmijët e sëmurë. Newman krijoi edhe markën e vet të ushqimit, fitimet e të cilave i dhuronte për bamirësi. Shumë njerëz kanë ide dhe nuk bëjnë asgjë për këtë. Shumë njerëz kanë ëndra dhe nuk bëjnë asgjë. Pastaj ka njerëz që kanë ëndra dhe përpiqen t'i vënë në jetë. Pavarësisht se ishte një filantropist i vërtet, Paul Newmanit nuk i pëlqente kur adhuruesit kërkonin të shihnin sytë e tij të kaltër dhe refuzonte të jepte autografe. Detyrimi im, thoshte ai, është të luaj sa më mirë që t'jede mundur, dhe kjo mjafton. Big John, do you think this boy is a hustler? Well, that ought to do it. Think there's enough dynamite there, Butch? Blazes with action. You've never met a pair like Butch and Sundance.